Shiko ka arë qërimi, ka arë fitoria, ka arë kjo, ka unë fesën bih. Unë ti kom jap këtu, ti bëne këtë. Do më në gjdo proces, në qështje, Allah i ka punë të vetë, ti këj punë të të uapër. Mosë përzim punë zotë të punë. Ti këj qka të takon ty. Ti këj qka të takon ty. Shpeshe njerëzit, apo mirë me punë të zotit. Nëse Allah e ka caktu këtë punë, për shambull, a i bjen të ashton që jemi të tru me bo. A e ka caktu, a se ka caktu, është punë e Allahot. Punë e të qka është, me kry punë. Apo mush me kry punë. Me dash më falë, a mush mu që mu falë, me muna. Që u në falë? Më stuj dete cakton. Apo, se të nuk e, qështja e caktimit është Allahot. Qështja e nështrimit është punë e jotja. Bane punën tonë. Këty ta kanë, që kjo punë e jotja është. Dhe gjithashtu të vëzër në mësën kjo sure që në gjithdo begati që Allah o dërgon, duhet me reagu me adhurim. Ajt begaton, ti reagon me adhurim. Që kështu është komunikime Allah në gjellë vala. Do njerës, Allahu të partu jep, reagon me gjuna. Ja, gabim. Apo. Prandaj Allah i ka thonë, inna fetahna leke fethan mubina. Ne ta kena mundësu një qëllim të madhë meke, sa thonë, li yaghfir Allahu leke ma të qaddeme min dembike o ma të akhar, që me të falë Allah gjunohat që kanë kalua që vina, me të pastru Allah gjallewala, me të ngritë, se pegamë se ka qenë për mëkate. Do në atë kina qëllu të ashti, kërka falje. Në atë kina adhonë këtë, të ashti, bëne këtë. Bëne njëtë regull. Allah ta ka mundësu me nguni ders, që kemi bëtë ashti me këta. Ta ka mundësu Allah më bëni punë mirë, tash kemi bëtë këtë. Ta ka mundësu këtë, ti që kemi bëtë. Bëne regull njëtë, reagimin me adhurim. Nëse të begaton, falëndran. Nëse të spravan, duran. Nëse gabon, kërkon falje. Reagimet kryesore njëtë besimtarit në situata që a i kanë në përtopën.